në moment që arrin në një moshë 6 vjeçare, 7 vjeçare, i mësohen fëmijës përpara se të vi, domethënë koha e faljes që është 7 vjeçare që fëmia fillon dhe e praktikon vetë, domethënë, i mësohet që dëgjon namazi, ka kohë të caktuar, namazi duhet mësosh patjetër El Fatihan, duhet mësosh një sure nga Kurani, ja mëson ato gjërat përpara, pavarësisht se ai nuk e praktikon. Pra subhana rabbil azim, subhana rabbil ala, tehiyatin, salavatet, gjitha këto ja mëson përpara, në mënyrë që fëmia kur vjen në një moshë, siç është 7 vjeçare apo mosha 10 vjeçare që kulminon në atë që fëmia bëhet i rregullt me namazin e tij, ai tashmë i ka të qarta, i din, i mësohet që kjo lëvizja këtu quhet ruku, kjo lëvizja këtu quhet sejdë, kur ti je këtu thuaj kështu, e vën fëmin provë, ha të dëgjoj babi për shembull ose të dëgjoj mami. Falu se do të dëgjoj, lexoj të gjitha me zë. Edhe fëmia i lexon të gjitha gjërat me zë. Sepse normalisht për faljen e fëmijës ka shumë tolerant. Kështu që ai mund të lexojë të gjitha me zë dhe subhana rabbil azim dhe subhan në mënyrë që prindit sigurohet që fëmia i ka mësuar mirë. Kjo deri në moshën 7 vjeçare, ndërsa në moshën 10 vjeçare pastaj fëmia bëhet i rregullt me namazin, për sa i përket kushteve të namazit, për sa i përket shtyllave të namazit dhe për sa i përket domethënë korrekcisë në çështjet e namazit, dhe ajo që është shumë e rëndësishme, siç e thash edhe tek abdesi 3 herë, është këtu shumë e rëndësishme që të edukojmë tek fëmia faljen bashkë me synete përveç farzave.